Thank you very much, dear Prime Minister, dear Eddie, for your hospitality, për mikpritjen, për këtë mikpritje kaq të ngrohtë. Dhe që është kënaqësi për mua që përmbyll turin tim të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor këtu në Tiranë. Siç e dini edhe ju, për Bashkimin Evropian, zgjerimi me vendet e Ballkanit Perëndimor është investimi më i madh gjeopolitik që ne po bëjmë për momentin, dhe ky është momenti i duhur dhe e kemi ne në dorë tashmë për të arritur këtë proces sa më shpejt që të jetë e mundur. Shqipëria është mishërimi i procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke qenë në rrugën e dur drejt antarësimit në BE. Rezultati i zgjedhjeve këtë javë konfirmoi edhe një herë dëshirën e qytetarëve shqiptar për të integruar në Bashkimin Evropian dhe i dashur Edi më lejoni t'ju përgëzoj edhe një herë. Faleminderit për këtë fitore mbreslënëse. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është objektivi ynë e përbashkët. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për në qoftë se apo se si, por këtu bëhet fjalë për kur. Ju e dini pikërisht se çfarë dhe eksaktësisht se çfarë duhet bërë. Dhe ajo që dëshiroj të bëj është vetëm t'ju inkurajoj që syt t'i mbani drejt këtij objektive dhe të arrini rezultate të tjera edhe tashmë në fund, dhe pikërisht tashmë dy çështje janë kyçe: ruajtja e ritmit dhe intensifikimi i punës, në veçanti sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit. Ne gjithashtu qëndrojmë së bashku krah për krah në arenën ndërkombëtare, natyrisht të vendosur për të thelluar bashkëpunimin ton për çështje që kanë të bëjnë me sigurinë dhe mbrojtjen. Gjithashtu, dialogu i parë i nivelit të lartë ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë për mbrojtjen dhe sigurinë që organizua para pak kohë në Tiranë është një shembull shumë i mirë i parafrimit që ne kemi me njëri tjetrin. Kjo javë shënon edhe një gur tjetër kilometrik, organizimin e samitit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, që do të sjellë në kryeqytetin tuaj mbi 40 udhëheqës evropian. Dhe është hera e parë që ky samit organizohet në këtë pjesë të Europës. Ndaj, më lejoni t'ju përgëzoj për organizimin e shkëlqyer të këtij samiti dhe me padurim pres takimet e ditës së nesërme, jam i bindur që ato do të jenë produktive. Dhe më lejoni që të përdor këtë mundësi edhe për të përgëzuar Federica Mogherinin për një iniciativën, për nismën në bashkëpunim me ju për çeljen e Kolegjit të Evropës këtu në Tiranë, dhe edhe unë i uroj mirëseardhjen studentëve të këtij vitit të parë që marrin pjesë pra në studimet, që është viti Jacques Delors, siç quhet. Sorry to don't manage dhe më vjen shumë keq që nuk do të kem kohë që të vi te Kolegji i Evropës, por ju kërkoj ndjes dhe është kënaqësi që ju shoh të gjithëve këtu të pranishëm. Faleminderit që erdhët, sepse Europa nuk ka të bëjë dhe nuk do të thotë vetëm begati. Nuk do të thotë vetëm vlera. Europa ka nevojë edhe për fytyrën tonë të përbashkët, që ta kemi atë dhe në të ardhmen të përbashkët. Dhe prandaj që shoh vitin Jacques Delors në Shqipëri, vitin e parë pra, është një kënaqësi e madhe për mua, sepse pas baballarëve, pra atyre etërve themelues të Bashkimit Evropian, kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme dhe tashmë Edi, ky është momenti, siç ka qenë në 92-shin, për të marrë hapin tjetër të rëndësishëm, dhe fatmirësisht ju keni këmbë të forta dhe të gjata për të marrë hapa të mëdhenj përpara.